Kurdi ka thonë që presidenti Thaçi po interferon politikën në Kosovë, prej atje, prej dhoma para burgimit. Besoj e moni men këtë deklaratë. Gjë e cila u rendit në këtë propozimin e prokurisë, kur i theke e gjykatës mos me leju, mos me jep mundësinë bashkëftarëve tonë më ardhë më mbrojt në shtëpitë të tyre këtu, deri në verdikin final, edhe kjo rendit që njëna prej pikave që edhe zoti Kurti, kryeministri i vendit tij, po thotë që zoti Thaçi prej dhoma para burgimit po interferon politikën kosovare. Një gjë e tillë dhe keni pa besoj ka qenë edhe nëpër media ajo. Prandaj çështja e kësaj qeverie ka shik kësaj teme ka qenë diferencuese. Ju e dini që ministri Agjiu, ish ministra, i ka vetë tavan fonde për mbrojtje. Do të thotë kjo ka marrë vendim, ka thonë, nëse s'gaboj vendim, apo urdhëres administrativ, ku e di tashti, njëna prej tyre, ku i vetë tavan, nëse nëse mbrojtja e të akuzuarve atje ka nevojë për fond të shtesë, nuk jepet mundësia mo, ju e dini sa është gjatë ky proces, edhe ju e dini reagimit e zotit Misetić, avokatit kryesor zotit Thaçi, i cili ka thonë që nëse shteti nuk është i gatshëm me ju përmbajt kontratën që kemi me ta, edhe na jemi të obliguar që